Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Kemi rritë tema 28 në cilën autori Allahu rujt flet se si të përmirësohet zemra përmes imanit. Pa se si zemra të jetë e mirë e devotshme të përmirësohet përmes imanit. Dhe në këtë temë sjell hadithin që e kemi marrë shumë herë deri tash, prej Numan ibn Bashirit radiallahu anhuma, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kullu wa idha fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya al qalb." Vërtet në trup është një copë e mishit, nëse ajo përmirësohet e gjithë trupi, nëse ajo prishet e gjithë trupi, dhe vërtet kjo copë e mishit është zemra. Po zemra është një organ i vogël, siç e dim që është e vendosur në krahërorin e njerëzit. Mirë, po edhe pse është i vogël, rëndësinë e ka të madhe. Siç pra shpjegon kjo hadith i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe gjithashtu efektin e ka të fuqishëm. Nga se përmirësimi i zemrës po e përmirësoj ka gjithë trupin edhe gjymtyrët e njerëzit, ndërsa prishja e zemrës po e prish ka gjithë trupin edhe të gjitha gjymtyrët e tij. Dhe siç e pam në hadith, pra zemra është ujt mudgha. Mudgha në gjuhën arabe është shprehje që tregon për diçka që tregon se është e vogël, pra një organ shumë i vogël, për arsye se mudgha në gjuhën arabe është përdoret për diçka që mundesh me përtyp, me fut në gojën tonë edhe me përtyp. Po që ka organ shumë i vogël, mirë po, do rëndësinë e pas ka shumë të madhe dhe efektin gjithashtu shumë të fuqishëm. Nga se çdo lëvizje apo mos lëvizje e njeriut dhe çdo veprim apo mos veprim i tij është si rezultat apo degëzim i dëshirave të kësaj copë të mishit. Nuk ka mundësi kurse se që gjymtyrët e njeriut me vepru ndryshe ose me kundërshtu dëshirën edhe vullnetin e zemrës. Prandaj siç ka thënë Sheikhul Islam Ibn Taymija, nëse zemra është e mirë për shkak të imanit që ka atë, po dijes, diturisë rreth imanit dhe veprave të zemrës, atër kjo domosdoshmërisht kërkon që të përmirësohet edhe trupi. Patjetër, ka më përmirësohet trupi i njeriut përmes fjalëve të dukshme ose fjalëve që i shqipton me gjuhën e tij dhe veprave me gjymtyr me këtë iman të përgjithshëm apo këtë iman të pakufizuar. Po patjetër ka më vepru trupi, nëse zemra ka iman atë. Prandaj pra kjo na tregon se sa është e domosdoshme dhe nevojshme për njeriu mi kushtu kujdes kësaj zemre. Po me përmisu, me dlir, me pastru, për gjitha gjëra dhe njollave që janë aty. Prandaj për duave që janë transmetu prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që është dua e njohur, po transmetohet te Muslimi prej Zeid ibn Arqam radhiyallahu anhu, tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej e thoshte: "Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha." O Allah, jep ja zemrës time devotshmërinë. Dhe pastroje, nga se ti je ai që më së miri të e pastron atë. Nga se ti je Zoti edhe kujdestari i saj. Prandaj gjëra më të rëndësishme që besimtari do të mi kushtojë rëndësi rreth kësaj teme është me njoftë edhe me ditë qëllimin për cilën është kriju zemra e tij. Po me ditë qëllimin për cilën kjo zemër e tij sot ekziston. Dhe siç e dim, pra është e njohur për gjithë ne, ky qëllim është tauhidi i Allahut subhanahu wa taala. Po me veshu Allahun subhanahu wa taala me adhurim dhe këtë fen ton, adhurimet tona mi a kushtu dhe mi a drejtu Allah subhanahu wa taala me sinqeritetin e plot. Dhe pastaj me ditë se sa kanë hisë zemrat tona në këtë qëllim për cilin janë krijuar. Dhe zemrat, pra në raport me këtë çështje ndahen në dy kategori kryesore. Kategoria e parë është një zemër e cila është gjithmonë e preokupuar me Allahun. Pa e kupton të vërtetën dhe gjithmonë mendon rreth dijes. Dhe mundohet pa jep përpjekjen mundin maksimumin që me realizu këtë qëllim. Kjo zemër, nëse zemra pra arrin këtë gjendje ose këtë nivel, atëherë njeriu ka vendosur zemrën e tij në vendin e saktë, në vendin e saj të duhur edhe të saktë, pa që kërkohet. Dhe kur zemra arrin këtë nivel, atëherë i ka dy anë. Një anë e saj gjithmonë është e kthyer ka vërteta. Gjithmonë mëson të vërtetën, punon me të, përpiqet për të vërtetën, i nënshtrohet dhe i përullet vërtetës,
e dëshiron të vërtetën dhe e kërkon dhe mundohet me realizu dhe me zbatu në praktikë. Ana tjetër është që gjithmonë i largohet edhe shmangët prej të kotës, edhe të pavërtetës. Ka se ka frikë se mos po bie në këtë pavërtetë, në këto gjëra të kotë. Kjo është ajo zemra të cilës i thuhet zemra e pastër, zemra e lirë, ose siç ka ardhur në ajet qalbun selim, pra zemra e shëndosh. Po këto emra të kësaj zemre tregojnë se kjo zemër është e shëndosh, pra është në selamet prej sherrit. Ka shpëtuar prej të këqijave, ka shpëtuar prej sherrit, është larguar prej papastërtive dhe është e shëndosh prej tmetave dhe prej smundjeve. Kategoria e dytë e zemrave në raport me qëllimin për cilin e kriju zemrat është zemra e cila gjithmonë drejtohet ka kota, pra shkon ka e pavërteta, ka batili, ka kota. Pra ka deviju për qëllimit për cilin është krijuar dhe për cilin ekziston kjo zemër. Dhe kjo zemër pra në kundërtën me zemrën e parë që tham, gjithashtu i ka dy anë. Një anë e saj gjithmonë pra shkon edhe kthehet ka kota, është e preokupuar dhe angazhuar me të kotën. Dhe ana tjetër e saj është që gjithmonë pra largohet dhe shmanget prej të vërtetës, nuk e pranon të vërtetën. Dhe realisht po këto janë dy smundjet kryesore që i godasin zemrat, po smundja e largimit nga e vërteta dhe smundja e shkuarjes edhe kthimit ka kota, po drejtimit ka kota. Secila prej këtyre dy smundjeve i ka ato dëmet fatale edhe rezultatet shumë të rënda me pasoja të rënda për zemrën. Dhe e kota e cila e preokupon zemrën e njeriut, pra e angazhon zemrën e njeriut dhe e largon prej qëllimit për cilën është krijuar, është dy lloje. Po lloji i parë i kësaj kote është një lloj që e angazhon ose e preokupon zemrën prej të vërtetës. Pra konkuron me hajrin edhe mirësinë që është në atë zemrë. Pra gjithmonë konkuron me hajrin dhe mirësinë që është zemrën në kuptimin që e kundërshton ato. Pra e kundërshton dhe i kundërvihet hajrit edhe mirësisë që është në zemrë. Këto përfshihen mendimet, brengat, shqetësimet që i ka njeriu në zemrën e tij, po pikëllimet të cilat vijnë si rezultat i lidhjes së kësaj zemre për dunjon. Dhe si rezultat i lidhjes së kësaj zemre për epshet e nefsit. Po gjërat që i dëshiron, epshet që janë të ndaluara që i dëshiron edhe i kërkon nefsi i tij. Lloji i dytë është ai lloj i të kotës që e kundërshton pra direkt i kundërvijës të vërtetën që është në zemër. Pra kundërshton i kundërvijet edhe e largon zemrën për kësaj të vërtetë. Këto pastaj vijnë pra hin mendimet, opinionet, edhe dëshirat pra që janë devijuese, siç janë për shembull kufri, Allah na ruaj mohimi, hipokrizia, bidatet e kështu me radhë. Pra e para, siç e pam, pra thjesht konkuron me të mirën që është në zemrën e njeriut, kurse e dyta e kundërshton direkt dhe i kundërvihet të mirës që është hajri që është në zemrën e njeriut. Po cili është ilaçi për të parën? Ilaçi për të parën është që kjo zemër mu kthy te tauhidi i pastër, te tauhidi i kulluar, te imani i sakt, për cilën që është krijuar kjo zemër, edhe sot ekziston për këtë qëllim. Edhe mos mu angazhu, mos mu prekupe me ndonjë gjë tjetër. Dhe për haditheve që kanë ardhur në këtë kuptim, është hadithi që transmetohet për Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ishte i shqetësuar, kishte ndonjë breng, thoshte la ilaha illallahu al-azimul halim. Nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut, i cili është madhështori edhe i buti. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. Nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut, i cili është Zoti i arshit madhështor. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Nuk ka të adhuruar meritor përveç Allahut, i cili është Zoti i qiejve, Zoti i tokës dhe Zoti i arshit fisnik. Hadithi transmetohet në Buhari dhe Muslimi. Po ashtu Esma bint Umays radhiyallahu anha tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kishte thënë asaj një herë, a dëshiron të mësoj disa fjalë që ti do t'i thuash kur kish shqetësime. Kur ballafaqohesh me shqetësime, me brenga, me ankthë e kështu me radhë. Po gjëra të kësaj natyre. Ka thonë thuaj Allahu Rabbi la ushriku bihi shay'a. Thuaj Allahu është Zoti im dhe unë nuk e shoqëroj ati asgjë në adhurim. Hadithi transmetohet te Abu Davudi dhe Ibn Majah.
Po ashtu Abu Bekr radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë da'watul makrub, lutja që do të thotë ai i cili është i shqetësuar, i brengosur, por që ka goditur në vështirësi ose shqetësim i madh, është Allahumma rahmataka arju, fala takilni ila nafsi tarfat 'ain, wa aslih li sha'ni kullahu la ilaha illa ant. O Allah, unë e shpresoj mëshirën tënde. Po i kam varë shpresat të shpresoj mëshirën tënde. Kështu që mos e lejo që unë të mbështetës vetës time asa lëvizja e syrit, përpelitja e qerpikut. Dhe me përmisot të gjitha çështjet e mia, nga se nuk ka të adhuruar meritor përveç teje. Edhe kjo hadith transmetohet te Abu Daudi. Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu tregon se pejgamberi sa ka thonë da'watu dhinnuni idha da'a wa huwa fi batni al-huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Lutja e Yunusit dhunnunit kur e ka lutur Allahun duke qenë në barkun e peshkut, ka qenë la ilaha illa ant, por nuk ka të adhuruar meritor përveç teje, subhanak, te i pastër, për çdo të metë, inni kuntu min adh-dhalimin, në vërtetë unë i kam bërë padrejtësi shumë vetes time. E kam dëmtuar shumë veten time me gjuna. Çfarë thot pejgamberi sa pasoj thot fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lahu. Nuk ka mundësi që një njeri musliman me lut Allahun me diçka duke ia bashkangjit këtë lutje veç se Allah ka më përgjigj lutjes së tij. Hadithet transmetohet te Tirmidhi. Siç e pam të gjitha këto hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, gjitha këto fjalë pejgamberit që transmetuan këto hadithe janë fjalë që tregojnë për iman, janë fjalë që tregojnë për tauhid, edhe për ikhlas, sinqeritet për Allah subhanahu wa taala. Janë fjalë që qëndrojnë ose e mbajnë larg njeriu, domthon larg çdo shirku. Gjitha llojet e shirkut, qoftë shirku i madh apo shirku i vogël. Prandaj këtu e kemi atë aludimin ose argumentin më të qartë që ilaçi më i mirë, më madhështor, edhe që e shëron njeriu për kuran pe brengave, pe shqetësime, pe klimave, dhe që premison zemrën e njeriu, është ripërtria e imanit të tij. Edhe përsëritja e fjalës së tauhidit la ilaha illallah. Nuk ka mundësi domethënë me këtë fjalë që përpoll kësaj fjale më qëndron ndonjë vështirësi. Po kur njeriu e përsërit këtë fjalë, atëherë gjitha vështirësitë largohen prej tij. Gjitha brengat dhe shqetësimet pra largohen prej zemrës së tij. Po nuk ka ndonjë gjë që i largon këto shqetësime dhe brengat se sa tauhidi Allah subhanahu wa taala. Dhe veçimi Allah subhanahu ose adhurimi Allah subhanahu wa taala me sinqeritet. Po do thot me realizu adhurimin, ibadetin për cilën njeriu është krijuar dhe për cilën pra për realizimin e cilit njeriu sot ekziston. Pra zemra kur gjallërohet me tauhid, me sinqeritet, me ikhlas, edhe kur angazhohet me këtë çështje kaq madhështore, që siç e dim pra është gjëja më madhështore, do thonë nuk ka ndonjë gjë që është më madhështore, më e rëndësishme se sa tauhidi. Pa kur zemra gjallërohet me këtë tauhid, atëherë patjetër që prej saj kanë më largu ato shqetësimet edhe pikëllimet, brengat, ankthët, kanë më largu vështirësitë, edhe kanë arrit lumturinë pra në kulmin e saj. Ibn al-Qayyim Allahu më shumë thot, tauhidi është streha, po në cilën kërkojnë streh si armiqtë e Allahut, si miqtë e tij. Edhe armiqtë e Allahut subhanahu wa taala thot, Allahu për shkak të tauhidit i shpëton prej vështirësive, brengave dhe shqetësimeve të kësaj bote. Siç ka thënë Allahu subhanahu wa taala në jetën 65 thot, fa idha raqibu fil fulki da'u Allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun. Kur ata hypin në anije, edhe fillojnë pra dalë këtë detit me domethënë më ngrit edhe friksohen pi përmbytjes, thot ata e lusin Allahun sinqerisht, me tauhid, po sinqerisht me tauhid, me sinqeritetin e ikhlasin më të madh. Atë kur Allah i shpëton, pra ju përgjigjet lutjes së ty, ndaj shpëton edhe i dërgon prapë në tokë, thot ata kur zbresin tokë, pastaj prapë fillojnë i bën shirk Allahut. Dërsa sa i përket, thot vazhdon Ibn Qayyim se përket e velijave, miqve të Allahut, dashur të Allahut, Allah subhanahu wa taala përmes tauhidit i shpëton prej brengave, vështirësive të kësaj bote dhe botës tjetër. Për këtë arsye, pra çështja po më lart, thot tauhidi ka gjetë strehen Yunusi alayhis salam. Edhe Allah subhanahu wa taala ka shpëtuar prej atyre errësirave në cilat ka qenë. Dhe te tauhidi po kanë kërkuar, kanë gjetë strehen pasues të ndjekës të pejgamberëve. Dhe Allah subhanahu wa taala përmes tauhidit i ka shpëtuar ata prej gjërave edhe dënimeve me cilat i ka dënuar Allahu mushrik të dhujtarët në jetën e kësaj bote.
dhe do t'i shpëtoj ata prej dënimeve dhe ndëshkimeve që Allahu ka përgatitur për mushrikët në botën tjetër. Për këtë arsye thot kur faraoni ka kërkuar mbrojtje dhe strehë te tauhidi, po në momentin kur e ka pa dënimin edhe shkatrimin po vdekjen, po ka pa me sytë e tij që është duke u përmbytur, kjo si ka bë dobi. Nga sa thot imanin, në momentin kur njeriu e sheh dënimin e Allah subhanahu taala nuk pranohet. Edhe kjo thot është ligji i Allah subhanahu taala te robërit e tij. Prandaj thot për kësaj pe kuptojna se nuk ka ndonjë gjë që i largon vështirësitë e dunjos më shumë se sa tauhidi. Prandaj e pam, po vazhdon thot se e pam në hadithe të mëlar që duaja e brengës dhe shqetësimit është përmes tauhidit. Duaja e dhununit pra Yunusit, që siç e pam pra kushdo që lutet me këtë dua Allah subhanahu taala ja leson vështirësitë, pra e çliron pi brengave, është përmes tauhidit. Dhe për kësaj thotë e kuptojna që nuk ka ndonjë gjë që e hedh njeriu në brengat e mëdha përveç se shirkut. Dhe nuk ka ndonjë gjë që e shpëton për këtyre brengave përveç se tauhidit. Prandaj thotë tauhidi është vendi ku drejtohen, kërkojnë streh, kërkojnë pra e kanë si fortifikat ose si kala, si mburojë dhe si shpëtim gjitha krijesat. Po kjo është tauhidi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe suksesi vjen prej Allahut. Po kjo është ilaçi për të parën. Ilaçi për të dytën është që më udhëzu në rrugën e drejtë. Po ilaçi për të parën cila kjo tash e para, kush dhe më na kallëzu. Këtë që folëm kjo ilaçi për të parën. Po ilaçi për ato gjëra, po. Ilaçi i borit kotës që ka. Që konkuron të vërtetën e zemrës. Edhe mirësinë, edhe kundërshtim. Po. E dyta? E dyta ke me dorë me kundërshtuar vërtetën direkt. Po. Domthonë kota e cila kundërshton direkt zemrën. E vërtetën e zemrës. Dëshirat edhe kufrin. Mirë, Allah shpëlet. Ilaçi për dytën është më udhëzu në këtë fe të drejtë. Pra, kur Allah jep sukses njeriu të inspiron me hyrje në fenë islame. Siç ka thënë Allah subhanahu wa taala, "Afa man sharaha Allahu sadrahu lil-Islam, fa huwa ala nurin min rabbih." Ajeti 22 sura Zumar. A është i njëjtë barabartë atij që Allah ja ka hap krahërorin e tij për me hyrë në Islam. Edhe ai vazhdimisht pra jeton edhe ec me dritë prej Zotit e tij. Pa është i barabartë ky me atë i cili nuk ka hyrë në Islam, edhe nuk e ka hapur Allah subhanahu wa taala pra zemrën e tij për Islam. Po çdo kush i cili ka deviju për kësaj feje, pra është largu prej udhëzimit vërtet, zemra e tij patjetër është e smurë. Edhe nuk ka shërim për zemrën e tij veç se duke hyrë në këtë fe. Dhe i tilli, pra i cili nuk është në fenë islame, ai përjeton një etje jashtëzakonisht shumë të madhe. Dhe këtë jetë nuk e largon asgjë tjetër veç se burimit të pastër dhe të ëmbël që është burimi i kësaj feje. Për këtë arsye njëri prej atyre që ka hyrë në Islam, pra udhëzuar në këtë fe të drejtë, e ka përmend, thot vërtet jo muslimanët, pa dallim çfarë feje takojnë, ose çfarë ideologjie janë të etur. Madje thot ata gati sa nuk vdesin prej etjes së madhe. Për arsye se ata nuk kanë gjetë atë burimin i cili ja u largon atyre këtë etje. Pra në akidet e tyre të vjetra, të vjetruara, qofshin të shtrembruara, që janë për shembull thjestarët e librit, apo që vinë pra si pjellë mendjes së njeriu, pavarësisht çfarë besime, çfarë akide kanë, thotë këto nuk mundën m'ja u largu dhe m'ja largu këtë etje, m'ja u fresku zemrën e tyre. Edhe thotë ajo që është edhe më e çuditshme është se sa më shumë që pinë për këtyre besimeve të tyre, aq më shumë i shtohet etja. Thotë dollën kam qenë njëri prej këtyre. Thotë edhe pasha Allah, thotë në kur nuk më ka largu etja, por qëllimi është etja shpirtërore, jo etja fizike. Përderisa nuk kam pi prej ujit të kësaj feje, domethënë uji që është i pastër edhe i ëmbël. Edhe pastaj thot falilahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Andaj thot i gjithë falëndrimi ta kanë Allahut, Zotit të qiejve, Zotit të tokës dhe Zotit të botëve. Dhe siç është e ditur për të gjithë ne, njeriu patjetër në jetën e kësaj bote ka mos provu edhe mu godit me fatkeqësi dhe sprova ndryshme. Ka mu testu pra imani i tij, durimi i tij, kështu më radh me disa dhimbje, të cilat pra e shqetësojnë, e bëjnë që zemra e tij pra me vujt, edhe shpirti i tij pra me pas
vështirësi të mëdha, pra mund ndrydh shpirti i tij. Edhe ka mundësi që këto fatkeqësi ose këto sprova mi sjell atij shumë prej shqetësimeve, pikëllimeve, brenga dhe ankthave. Kjo është e mirë njohur. Po këto gjëra kur depërtojnë dhe arrin në zemrën e njeriu, atëherë patjetër që kanë me lodh zemrën e tij. Kanë me largu atë paqen shpirtërore që ka dhe kanë me trubullu pra që atë qetësinë e zemrës së shpirtit. Edhe nuk ka mundësi pra që kur këto gjëra depërtojnë në zemrën e njeriu që ajo me vazhdu me qenë në gjendjen e njëjtë pra edhe të zakonshme. Patjetër ka me ndryshu gjendja e saj. Mirë, po nëse kthehemi dhe shikojmë se cila është mënyra dhe rruga që njerëz e ndjekën për mi shëru zemrat e tyre për këtyre brengave, shqetësimeve, pikëllimeve, po cilat janë ato përpjekje që ata i dhojnë për mi largu këto shqetësime dhe brenga për zemrës e tyre, e shohim që njerëz po kanë dallime të mëdha në mesin e tyre, se çfarë metoda edhe rrugë ndjekin. Pra, në trajtimin ose ilaçin e tyre ata ndjekin pra mënyra dhe metoda ndryshme. Mirë po, ajo që është e vërtet, edhe ditur për gjithë ne është se nuk ka ilaç, nuk ka shërim, nuk ka mjekim, nuk ka kur, nuk ka selamet për gjitha këtyre gjërave, për këtyre shqetësime, brenga dhe edhe pikëllime dhe kështu më radhë, veç se me një kthim të sinqert të Allahu subhanahu wa taala. Po kur njeriu kthehet te Allahu, e përmend Allahun subhanahu wa taala, e madhron Allahun subhanahu wa taala, e gjallëron zemrën e tij me tauhidin e Allahut subhanahu wa taala, me iman në Allahun subhanahu wa taala, duke kërkuar vazhdimisht pra strehë te Allahu subhanahu wa taala, duke qenë i sinqert në kërkimin e mbrojtjes dhe strehës te Allahu subhanahu wa taala, duke shfaqur nevojën edhe varfërinë për Allahun subhanahu wa taala. Po duke u nështruar dhe për ulur për Allahu subhanahu wa taala, duke u thyer shpejtërisht me zemrën e tij për Allahu subhanahu wa taala, atëherë nuk ka mundësi me mbet diçka për këtyre shqetësime brenga në zemrën e tij, për këtyre pikëllime dhe ankthave. Allahu subhanahu wa taala thon surën Nahl ayat 97, duke treguar për këtë realitet, thotë: "Men amila salihan min dhakarin aw untha, wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah, wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Çdo mashkull edhe femër që bën vepra të mira, duke qenë besimtarë, ne patjetër kemi jap atij jetë mirë, jetë të lumtur. Dhe pastaj në botën tjetër do të shpërblim në bazë të veprave më të mira që i kanë bërë. Dietari i njohur Abdulrahman Sedi, Allahu mëshiroft, kur flet për këtë ajet thotë: Allahu subhanahu wa taala po na njofton këtë ajet dhe po na premton se kurdo që bën bashkë mes imanit edhe veprave të mira, Allah ka më dhënë atë jetë të mirë në jetën e kësaj bote. Ka më dhënë një jetë të lumtur edhe të mirë në jetën e kësaj bote. Edhe ka më shpërblimin më të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe shkaku i kësaj thotë është i ditur dhe i qartë. Ka se besimtarët që besojnë Allah subhanahu wa taala me iman të saktë, iman i cili si rezultat sjell vepra të mira, që pastaj po është iman edhe vepra të mira që i përmirësojnë zemrat e njerëzve, i përmirësojnë moralin dhe sjelljen e tyre, e përmirësojnë dunjon edhe ahiretin e tyre. Thotë këta besimtarë me veti kanë parime, kanë baza për cilave vazhdimisht përfitojnë përballë gjitha atyre gjërave me cilat ballafaqohen në jetën e tyre, qofshin shkaqe që sjellin lumturinë dhe harin, apo shkaqe që sjellin shqetësime, brenga, pikëllime kështu më radhë. Prandaj thotë këta besimtarë gëzimet edhe gjërat e dashur për ata i pranojnë duke i pranuar ato për Allah subhanahu wa taala, por në formën duke qenë falëndërues dhe mirënjohës për to. Edhe duke i përdorur këto të mira që ka dhënë Allah subhanahu wa taala në gjëra që ju bojnë dobi, pra që gjëra që Allah është i kënaqur me to. Nëse i përdorin këtë mënyrë, ata thotë ato patjetër kanë mirësinë atyre hare, gëzim në zemrat e tyre. Dhe ata kanë pas dëshirë që ato me vazhdu, po të ta mos me amar Allah subhanahu wa taala dhe me qenë vazhdueshme të ta dhe me ushtu bereqetin e tyre. Dhe kanë me shpesu, thot, shpërblimin e falendruesve atyre që janë mirënjohës ndaj Allahut. Përveç këtyre, thot, kanë me sjellë edhe rezultate, çështje, gjëra tjera të madhështore, cilat i të i kalojnë mirësitë edhe bereqetet e këtyre gëzimeve edhe këtyre gjërave dashur që Allah subhanahu wa taala jep atyre. Dhe sa gjërat që i dëmtojnë ata, që janë pra të pa dashura, të pa pëlqyeshme për shpirtin e tyre, brengat, që është thamë tash shqetësimet, pikëllimet, thot ata i presin me rezistencë. Po sa të kanë mundësi rezistojnë kundër tyre. Edhe sa kanë mundësi ja lësojnë vetës ose shpirtit dhe zemrës së tyre ballafaqin me këto gjëra.
Dhe pastaj thot tregojnë durim të mirë, durim të bukur, nëse patjetër do të më tregu mu ballafaqu me to. Po patjetër do të më ballafaqu, atëherë do të me pas durim ndaj përballë tyre. Këtë mirë thot si rezultati i këtyre gjërave të papëlqyeshme që i godasin ata thot përfitojnë gjëra shumë dobishme pastaj, siç është kjo rezistencë shpirtërore, rezistencë është e dobishme, pastaj përfitojnë përvoja ndryshme, përfitojnë fuqi në zemrës edhe të shpirtit, pastaj thot i shtohet sabri, durimi, e përfitojnë pra shpresën në shpërblimin e Allahut dhe sevapin e tij, edhe gjëra tjera madhështore që këto realisht thot i zhdukin, i dobësojnë edhe i zhdukin këto gjëra të papëlqyeshme se të padashura për shpirtin dhe për zemrën. Edhe në vend tyre thot zaventsohen pra gëzimi, areja, shpresat e mira, pra lakmia në mirësinë dhe shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, siç na ka njoftuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që transmetohet te Muslimi, ku thotë ajaban li amri al-mu'min inna amrahu kulluhu khair. Është çuditshme gjendja e besimtarit, çështja e tij. E gjithë gjendja apo çështja e tij është hajër, është e mirë. Inna sabathu sarra shakara fa kana khayran lahu. Nëse i vjen një mirë pi Allahut, ai falënderon, është mirënjohës dhe kjo është hajër për ta. O inna sabathu darra sabara fa kana khayran lahu. Nëse godet një diçka që dëmton e keqe, thotë ai tregohet i duruar dhe kjo është më mirë për ta. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Thotë kjo nuk i takon as kujt tjetër përveç se besimtarit vërtet. Pra për gjitha ato gjëra që i ndodhin besimtarit në jetën e tij, përdeshme, qofshin gëzime, qofshin hare, qofshin gjëra të rryra të papëlqyeshme, besimtarit pra i shumë fishon fitimet të mirat për tyre edhe frytet e veprave të tyre për këtyre gjërave varësisht, ose frytet e veprave të tij varësisht se sa ka hisën e iman, varësisht se sa është hisë e tij në imanin edhe veprat e mira. Po këtu ende janë vazhdojnë fjalët e dietarit pa Abdurrahman al-Sedit. Thot prandaj pra besimtari i mirë thot përmes imanit edhe veprave të mira i pret hajrin dhe sherrin, e pret mirën dhe të keqen, po për të mirën duke falendëruar, për të keqen duke treguar durim, po për gjërat që janë dëmshme ose belat sprovat duke treguar durim. Dhe kjo pastaj thot aty i sjell hari, i sjell gëzim dhe lumturi, edhe ja largon brengat, ja largon shqetësimet, ja largon pra atë ngushtinë e gjoksit krahërorit, ja largon thot jetën e mirë, edhe kështu thot besimtari arrin atë plotësinë e jetës së mirë, në jetën e kësaj bote që ka premtuar Allah subhanahu wa taala në surën Nahl. Pa arrin me pas jetë të plot, jetë mirë të plot, nuk i mungon asgjë. Pastaj në një vend tjetër thot Allah më shëroft te besimtari kur i vin thot nimetet Allah subhanahu wa taala, edhe gjërat që egzoni i bën bashk dy të mira ose dy dhunti. Dhuntia e parë është vetë ky nimet, kjo gjë e dashur që e don kjo dhe që e ka dhënë Allah subhanahu wa taala, kjo është e mirë në vete. Mirë, po e dyta thotë është edhe nimeti ose dhuntia që Allah ka inspiru me kon falëndërues. Me falëndëruar Allahun për këtë mirë, thotë kjo është nimet shumë më i madh, më i lartë se sa ky i parë. Gjithashtu, thotë edhe në këtë mënyrë thotë ai arrin që nimeti Allah subhanahu wa taala kur i jepet atij me qenë pra në formën e tij të plot. Ndërsa gjërat që e dëmtojnë, thotë besimtari, kur e godasin gjërat pra fatkeqësitë, provat që i shkaktojnë dëm ose kështu më radh, thotë te besimtari përballë këtyre gjërave thotë bëhen bashkë 3 nimete. E para është që këto sprova po është nimeti i shlyrjes së mëkateve. Po përmes tyre Allah subhanahu wa taala shlyen mëkatet. E dyta thotë është nimeti që arrin shkallën e durimit. Pa arrin me qenë për durimtarëve. Arrin me nivelin e durimtarëve, thotë kjo është shumë nimet më i madh, më i lartë se sa i pari. Edhe nimeti i tretë thotë është nimeti që Allah ja lehtëson domthonë këtë fatkeqësi. Është nimeti që Allah subhanahu pastaj ja bën të lehtë te kalimin e kësaj fatkeqësie. Por arsye çysh ja bën të lehtë te kalimin e kësaj fatkeqësie thotë ose kësaj sprove thotë nga se kur e denaj që përmes kësaj fatkeqësie ka marrë problem të madh pe Allah subhanahu wa taala. Edhe ka në një mënyrë ka me stërvit, ka me trajnu zemrën e shpirtin e tij me qenë i durueshëm, atëherë thotë atij i lehtësohet barra ose pesha fatkeqësisë. Edhe ka shumë plat pasaj me bart këtë sprov. Gjithashtu në një vend tjetër Allah më shërof thotë imani është streha
e besimtarëve në çdo gjë që ju ndodh atyre. Që thamë deri tash, qoftë ajo gëzim apo pikëllim, qoftë frikë apo siguri, qoftë adhurim, bindje apo mëkatim. Edhe të tjerat. Në të gjitha çështja thotë që patjetër na ndodhin secilit prej neve, thotë besimtari strehen e tij e gjente imani. Prandaj thotë kur i vijnë gjërat e dashura, gjërat e gëzueshme, ai strehen e tij e gjente imani, e falendron Allahun subhanahu wa taala. E lavdron Allahun, bon hamd Allahut subhanahu wa taala, dhe çështë thamë deri tash, këto nemete i përdor në gjëra të cilat janë dashura për bamirësin, po për Allahun subhanahu wa taala. Kur i ndodhen gjërat e urryrat pa pëlqyeshme, pikëllimet, shqetësimet, prapë ai strehen e tij e gjente imani. Edhe këto thotë e gjen nga disa aspekte. Po në shumë aspekte, do të thonë që besimtari po ja lehtëson vetes, e ngushëllon veten për këto gjërat pa pëlqyeshme që godasin, sfari përmes imanit që e ka dhe ëmbëlsisë e imanit që e ndjen. Pastaj thotë ja e ngushëllon ose ja lehtëson vetes duke ditë shpërblimin e madh që vjen si rezultat i këtyre provave dhe këtyre fatkeqësive. Pastaj thotë këtë mënyrë besimtari krejt këto pikëllime, këto shqetësime, edhe brenga pra i pret me atë qetësinë dhe rahatinë e zemrës. Edhe duke u kthyer në këtë jetën e mirë, e çështja më lart po e cila i reziston këtyre pikëllimeve, i reziston këtyre shqetësimeve dhe brengave. Gjithashtu thotë kur besimtarët kur i godet frika, ata prapë strehen e tyre e gjejnë ose kërkojnë te imani. Dhe kështu thotë ata ndihen të qetë. Edhe kjo është edhe më shumë imanin ty, është edhe më shumë qëndrueshmërinë e tyre në këtë iman, është edhe më shumë forcën, është edhe më shumë trimërinë. Edhe thot pasaj kështu, kjo frikë që i ka godit pra zhduket fare. Siç ka treguar Allah subhanahu wa taala për krijesat më të mira mas pejgamberëve, po për shokët e pejgamberit son, mos betejës së Uhudit, thot alladhina qala lahum an-nasu inna an-nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Fanqalabu bi ni'matin min Allahi wa fadl. Thot ata të cilët njerëzit ju thanë që njerëz po mushrik po të bëhen kundër juve prap, ju sulmun Medinë. Kështu që keni frikë prej tyre, runu pi tyne. Thot kjo është ajo ty edhe më shumë imanin. Edhe tha neve na mjafton Allahu dhe sa mbrojtësi i mirë është ai. Thot kështu që ata u kthyen me mirësi edhe nimet prej Allahut subhanahu wa taala. Po kështu Allahu po tregon se si është duk frika për këtyre besimtarët përzgjedhur te Allahu subhanahu wa taala plotësisht për zemrat e tyre. Edhe kjo frikë, pra, këtë frikë ka zëvendësuar forca e imanit, fuqia e imanit dhe ëmbëlsia e imanit, po fuqia e mbështetjes te Allahu subhanahu wa taala dhe mirëbesimin në premtimin e Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu besimtarët po strehen e tyre e gjejnë imani kur janë duke jetuar në siguri. Qysh e gjejnë strehen e tyre te imani, po nuk tregon kryelar, nuk tregon mendje mëdhaj, nuk mburrën me këto, mirë po tregon të thjeshtë dhe modest. E din që kjo siguri apo mos frikë është prej Allahut subhanahu wa taala, është prej mirësisë dhe dhuntisë dhe lehtësimit që ka ardhur prej Allahut subhanahu wa taala. Prandaj e falendrojnë atë i cili ka begatuar me shkakun e kësaj mirësie, edhe me shkaktorin e saj, edhe me sebepet. Edhe e din se nëse ata kanë arrit me triumfun kundër armiqve, me qenë pra më të lartë se sa armiqt, atëherë kjo ka arrit me forcën edhe ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, me mirësinë e tij, jo me fuqinë edhe mundësinë e tyre. Gjithashtu besimtarët pra kërkojnë strehen e tyre kur i kryejnë adhurimet, kërkojnë strehen e tyre te imani kur i kryejnë adhurimet ose i binden Allahut subhanahu wa taala. Nga se e din që ai i cili ka dhënë sukses për këto vepra të mira adhurimeve është Allahu subhanahu wa taala. Prandaj kështu e pranojnë që kjo është nimet mirësi prej Allahut subhanahu wa taala për ta. Po që Allahu subhanahu wa taala këtë mirësi që ka dhënë atyre është mirësi më e madhe se sa mirësia e shëndetit e rrezikut. Por nëse Allah të ka dhënë sukses me adhuru Allah subhanahu wa taala me kry adhurime, kjo është nimet mirësi më e madhe se sa shëndeti dhe furnizimi. Prandaj thot ata gjithashtu tregon të kujdesshëm që jemi plotsu këto adhurime. Edhe me vepru çdo shkak që këto adhurime me qenë të pranuara te Allah subhanahu wa taala. Jo më refuzu prej Allah subhanahu wa taala, po me shku te Allah të mangta. Dhe e lusin atë pra Allah subhanahu wa taala i cili i ka begatu, nuk i dhon sukses për mi kthy këto vepra të mira që m'ia u plotsu nimetën e tij. M'ia u plotsu këtë dhunti duke ia u pranuar ato. Po ashtu e lusin Allah subhanahu wa taala i cili i ka begatuar me këtë nimet, pra me kthy këto vepra të mira që po që në origjinë ja ka mundsuar mi vepru ato që Allahu m'ia u plotsu ato, pra m'ia u pranu të plota edhe
duke mos pas asnjë mangësi në to, po edhe ato mangësi që i ka pas që Allah subhanahu wa taala më ia plotësoi dhe më ia largu. Po ashtu do thotë besimtarët kërkojnë strehtë e imanit kur sprovohen diçka pe mëkate dhe gjinave. Kur bien në mëkate, më njerëz shpejtojnë të pendimi, po pendohen te Allah subhanahu wa taala dhe veprojnë sa të mundën për vepra të mira të cilat i rregullojnë se përmirësojnë këto gjëra dhe i shlyjnë ato. Allah subhanahu wa taala thot inna lidhina taqaw idha massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idha hum mubsirun. Vërtet ata që kanë frikë Allahun kur i prek ata ndonjë mendim i lig prej shejtanit, por i vjen ndonjë mendim i lig prej shejtanit, ata edhe më herë kujtojnë. Pa kujtojnë Allahun, e kujtojnë madhështinë e tij, urdhat e Allahut, ndalesat e tij, edhe kështu po e shohin rrugën e drejtë. Prandaj thot besimtar pra në të gjitha lvizjet e tyre, në të gjitha rrotullimet e tyre, streha e tyre është imani. Vendi ku ata orientohen e drejtohen për me realizuar ato është imani. Vendi ku ata pra drejtohen që mi largu gjërat që i godasin, ose pra vendi ku ata mundohen me gjesë që me realizuar imanin dhe mi largu gjërat që kundërshtojnë imanin, është vetë pra imani besimin e Allah subhanahu wa taala. Kjo pastaj në fund thotë është me mirësinë edhe hirin e Allah subhanahu wa taala dhe suksesi vjen prej Allahut. Allahu alem, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.